Unë ndoqa me një lloj habije shqetësimi dje deklaratën e kryeministrit, paktën kur fliste për investitorë amerikanë dhe para përfaqësuesës së ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe sot rastisht mëngjes po lexoja një status termal Lasimjes që thoshte që Rama nuk flet në emrin tim. Dhe ky është realiteti, mendoj që Rama nuk po fliste për shqiptarët. Rama po fliste për, nuk e di, Zoti Baçi tha propagandë ose show që ai mund të bëj, që e bën shpesh dhe me ndërkombëtarët, fatkeqësisht, gjë që nuk i vlen Shqipërisë si politik ndërkombëtare, si misi, si aleat, ata çfarë duhet afrojë Shqipëria, apo ku duhet mbështetet Shqipëria, sepse ne jemi një vend i vogël. Dhe normalisht në këtë arenë ndërkombëtare, sidomos sot, me 1 milion probleme të mëdha, të cilat kanë dalë jashtë atij stabiliteti ndër vitet i cili ishte më i favorshëm për vendet vogla si Shqipëria. Tani të dalësh dhe të flasësh për Kinën, ose ti bësh një lloj, në një farë formën e parë si një lloj shantazhi që i bëhesh Shtetit Bashkuar të Amerikës,